diasporën do e kem këtu, sepse mendoj dhe jam shumë i sigurt optimist që diaspora na man gjallë neve dhe për një 3 muaj besoj se ekonomia do të ketë sukses. Përshëndetje, jemi për emisionit 05, një pyetje me ta bo. Kemi dalë sot me pyet qytetarët se çka po ju pengon shoqërinë tonë. Po, natyrisht në shoqërinë tonë përditshme, nga jeta përditshme, do me thonë, jo të vetësum sa duhet, jo kulturë sa duhet, pengesat janë edhe me çmima, një jetë e papërballueshme, një jetë shumë e rëndë, është për njerëz, sepse më në fund janë pagat e ulta, pasi që qeveria s'po ndërmerr asnjë hap për të ngritë pagat ose pensionet ose rastet sociale që janë mbi 24.000 banor, domethënë familjar s'mund t'ja dalin as 2 ditë me 100 euro. Pse po mendon kështu? Po mendoj sepse për të qenë jeta më stabil duhet pagat hypin patjetër, sepse këtu rregullohet çështja jonë. Nëse pagat nuk hypin asnjëherë në jetë ose 24 vjet, e çmimet hypin vjet 24 herë, atëherë qytetarët do të vujnë shumë, sepse edhe artikujt po i shohim që po prishin nëpër markete, furnizimi është i atashëm, më shumë se në Zvicër. Po tash nuk ka pagat vogla në Kosovë. Thuaj se të gjitha pagat janë të rrituna që mujna me a dal krejt. Jo, nuk ka mundësi. Në logjik, për marmin matematik sakt, nuk është e mundur ta kaloj mujnë dikush me 200-300 euro ose 500, njeri familjar, paktën duhet të ketë mbi 1.000 euro. Edhe ato është mi mbyll taksat, se jo luks me bo, po ja, veç me mbjetu si mbjetes, qaja se po jetojnë në një ditë. Sot për një, mas nesër pikfyqe, kjo do të ishte. Po varet pak edhe prej punës çfarë e bën ashta, se nuk Nuk qënë pesh puna çfarë e bojnë njerëz atë punë, pa mërë parasysh çfarë e bojnë, pensionin mbi 500 unë kom para po, patjetër, njerëz që punojnë, sikur jo mbi 1.000, hiç nuk kanë luks. Po shtama një jetë mesatare që me jetu njeri normal, sepse edhe me 1.000 euro nuk mundesh me pas luks. Kjo është në rrjetet sociale që edhe pse po thu për shkak të rrogave, po jetojnë njerëz një jetë shumë të mirë, një jetë lukse, zakonisht gjithë të rritë. Pse po mendon ka po vinë masi rrogat janë kaq të vogla? Prandaj unë mendoj kështu që njerëz po bisedoj për çdo ditë në qytetin e Vërizajt, pasi që është qyteti më i njohur tash për tash në Republikën tonë, një qytet që ka biznes më shumë, që i ndihmon edhe komunat e tjera, madje është vi magjistrali me Shkup, Tiranë, si një popullimtar mirë, po edhe i bashkuar, mujtë them lirisht, sepse shkojmë edhe vim në 2 orë 3, mendoj sepse këto ditë ndoshta nuk kanë mbet me 15 korrekt, diasporën do e kem këtu, sepse mendoj dhe jam shumë i sigurt optimist që diaspora na man gjallë neve dhe për një 3 muaj besoj se ekonomia do të ketë sukses. Pak do të jetohet më mirë, dhe qytetarët pak financohen nga jashtë, sepse diaspora në Kosovën e dim këtë. A jetë e prit dikon prej mërgjimtarëve marë? Jo vetëm unë që po pres, po gjithë po e presin, sepse na opin ka pak para, ndë një darkë të mirë, ka 100 pranga, shtojmë 2-3 ditë, edhe kështu i duhem, ndoshta si duhem pare, po ja që dhe interesi, sepse ata këtu kanë lindë, këtu do të vdesin, ata punojnë për vendindje, sa ata kanë hale, paguajnë taksa në Zvicër, paguajnë në Republikë Kosovës, e këtu, edhe mendoj që po i presmi, dhe kësaj herë do i presmi pak ma shumë, edhe do të qasmi me ta për t'i respektu pak ma shumë, sepse ata po na ndihmojnë shumë, edhe me një ashtuat puna, nuk i kuën ndërkamen, edhe restorantët punojnë që baktorët nga pak, lokalet pak, kështu që edhe familjet që ndihmojnë ashtu kështu patjetër, sepse nuk mujnë edhe me ne kthy shpinën det. Kjo do të ishte. Ku mendon që kemi lanë paret, masi po thu po na japin ka pak pare, ku kemi lanë ti paret që kanë me t'japë? Po mendoj edhe unë t'jadon shtetit tim, sepse na japmi taksat, ne e mormi parët shtetit, shteti na i merr neve, a pet japin e shtetit, pastaj prap shteti na i merr neve, dhe kështu veç mund të qarkullohet jetë normale, sepse çmimet duhet ngrit, ose për me arrit qëllimin tonë, ne duhet ta kemi një pagë më modeste, dhe mendoj që pagat duhet ngriten. Me do e mos, sepse nuk mund qytetarët mi a dalë.